Rishemi bashkë në transmetim të drejtë për drejtë për një zhvillim të fundit tashmë. Do të shkojmë sërish tek tema e votës së diasporës, pasi procesi për numërimin e saj të paktën sa i takon Lezhës ka përfunduar. Do të lidhemi njëherë me Esion Ekonomin në një komunikim të drejtë për të kuptuar si është vënë, le të themi, pika e fundit ndaj Lezhës dhe si është ndarë numri i mandateve për këtë qark. Përshëndes Esiona, atëherë çfarë kemi për Lezhën si proces? Arlind ka marrë më në fund ankthi dyja palve, Partia Demokratike ruajti mandatin e saj të katërt në qarkun e Lezhës, ndërsa Partia Socialiste me një grush të vogël votash e ka humbur mundësinë për të përmbysur në këtë qark rezultatin. Aktualisht pamjet do ta ndihmojnë se si Gjin Gjoni dhe Ulsi Maja kokë më kokë me Iliran Celibashin po presin që ky rezultat të zyrtarizohet, pra të shkruhet në procedurën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Por kjo nuk i ka penguar të dy palët, Gjin Gjoni dhe Ulsi Majën, të shtërngojnë duar teksa fushata e tyre ka qenë tensionuar. Admir Kadeli, i cili humbi këto zgjedhje, ka uruar Kastriot Pirolin, duke i dhënë dorën kundërshtarit, por njëkohësisht ka uruar edhe zonjën Neli, e cila brenda Partisë Socialiste e ka mundur nga në brendshme duke garantuar një vend për në parlament. Zoti Kadeli është larguar nga salla me druar trokite që ka marrë nga mbështetësit, ndërkohë që Kastriot Piroli vazhdon të jetë në këtë sallë duke pritur që të festojë atëherë kur të jetë edhe e shkruar në proces verbal rezultati i fitores së tij, që është një fitore shumë me ngushtë mes të dyja kampeve që luftuan deri në momentet e fundit. Leximi i kutisë së fundit prodhoi një incident ku një prej numërueseve u fye dhe u sha nga një person mes vëzhguesve që nuk e ka identifikuar deri më tani, çka solli edhe përplasje fizike mes Taulan Ballës dhe Flamur Nokës, por që ka ndërhyrë të dyja palët për qetësimin e situatës dhe për të mos agravuar më tej. Këto janë pamjet e drejtë për drejta se si palët po presin të zyrtarizohet një fitore që tashmë ja njohin njëra tjetrës dhe pse bën një betejë deri në moment fundit. Ndërkohë, Arlind, nëse mund të zhvendosemi në këndin tjetër të sallës, është momenti ku po numërohet vota preferenciale për qarkun Tiranë. Aty ku salla është mbushur me thuajse çdo kandidat të dyja palëve që duan të garantohen që vota e tyre nuk deformohet. Në atë kënd, ndoshta kamera nuk mund ta fiksoj fiks, por mund t'ju informoj se është Ornaldo Rakipi. Janë njerëz të Xhemal Qefalis, të dy kandidatë të PS-s në Tiranë që po ruajnë kokë më kokë rezultatin për të parë se kush do të shkojë më në fund në parlament dhe këtë e vendos ndoshta diaspora. Është po ashtu Blerina Gjylameti dhe bashkëshorti Olta Xhaçkës, Artan Gaci, i cili po verifikon votat e zonjës Xhaçka për të parë se kush do ta ruajë vendin në parlament. Aktualisht e ka fituar zonja Blerina Gjylameti, por diaspora mund ta përmbysë rezultatin. Ndërkohë që vazhdon numërimi edhe për qarkun e Firit, aty ku ende do duhet të zyrtarizohet betejë mes PS-s dhe Shqipëria Bëhet. Shohim pak momentet e fundit të qarkut të Lezhës, duar trokitjet, zyrtarizimin, urimin që Ulsi Maja i bën Kastriot Piroli që fitoi garën. Një akt qytetarie në fakt që nuk e shohim shpesh në përfushata. Demokratët po festojnë. Kastriot Piroli po gëzon me Gjin Gjonin dhe të tjerë, ndërkohë që Ulsi Maja dhe Partia Socialiste u larguan pasi është numëruar edhe fleta e fundit e votimit dhe është zyrtarizuar. Kështu që në këtë lloj forme mori fund edhe ankthi i gjatë që ka shtruar gjithë ditën e sotme mes dyja palëve. Ky është rezultati. Lezhë e ruan e përsinë e Partisë Demokratike 4-3 ndaj Partisë Socialiste, por në finale Partia Demokratike shkon në këto zgjedhje me një humbje të thellë me 50 mandate kundrejt 83 mandateve të Partisë Demokratike. Shohim më tej pamjet. Ti po na thua që procesi vijon, pra kuptuam Lezhë, le të themi, u vendos në kuti, nëse mund të përdorim këtë shprehje, po ndërkohë ka një farë paradoksi, gjatë kësaj kohe ka dalë ndonjë flet apo ndonjë provë potenciale që Partia Demokratike mund ta përdorë për të kundërshtuar rezultatin, sepse po shohim ndërkohë që po merr pjesë në procesin e numërimit, por ama nuk do ta njohë atë.
Kam përshtypjen që pas kësaj fitoreje që u mundësua fal votave të Greqisë, edhe përpjekjet e PD-s për ta delegitimuar këtë proces ndoshta do të zvoglohen ose do të kenë një zë më të ulët, sepse PD-ja hyri në këtë proces me të gjithë numëruesit e saj që numëruan çdo kuti, që nuk patë debate për asnjë proces dhe siç u pa, të dyja palët u ruan njëra tjetrën duke pranuar të rezultat edhe me votën e Greqisë, sepse sot po numërojnë votën e Greqisë. Kështu që në të gjitha grupet po vazhdon të kontrollohet vota e Greqisë dhe PD-ja t'i gëzohet rezultatit. Kështu që beteja për sy e faqe ligjore ndoshta mund të vazhdojë, po frutet e fitores po gëzohen, duke treguar që në të vërtet Greqia po pranohet si rezultat dhe vullneti i zgjedhësve shqiptar në Greqi po pranohet nga PD-ja në të gjitha tavolinat e numërimit dhe në të gjitha qarqet kusht duke u numëruar. Kështu që pas këtij akti që pam në Lezhë, ndoshta do të jenë të çuditshme përpjekjet ligjore të PD-s nëse do të vazhdojnë për delegitimuar votën e shqiptarëve të Greqisë, ku çimentojnë një mandat para pak çastesh. Mirë, Esona, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, për përcjelljen e detajeve për këtë lajm të fundit, ku të paktën mandati gara për Lezhën merr fund edhe me votën e numëruar nga diaspora. Kisha Esona Konome në këtë lidhje të drejtë për drejtë.